Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Arritën pensionet në masën 2.5% nga data 1 tetor. Pensionistët lushnjar shprehen se me këtë rritje kryeministri i ka dënuar me vdekje. Sot më 1 tetor u rritën pensionet në masën 2.5%. Qeveria ka miratuar vendimin e indeksimit të pensioneve për 721.398 pensionist. Nga vendimi do të përfitojnë kategoritë e pensionit të pleqërisë, invaliditetit dhe familjarët. Pjesë e vendimit do të jenë dhe qytetarët të cilët dalin në pension duke filluar nga data 1 tetor. Pensionistët lushnjar shprehen të indignuar për rritjen e pensionit me 2.5%, të cilin e quajnë turp dhe tallje për ta, por edhe dënim me vdekje. Nuk jam i kënaqur fare. Kam punu 20 vjetë punë, më ka rënë 15.000 lek. 15.000 lek nuk bën ujë drita e ilaqet e mija, për tonë kokër. Si pas ju është kjo rritje, është tallje për pensionistët? Jo tallje, po vdekje. Kjo është tallja për komin shqiptar, për moshën tonë, për brezin tonë, që kanë punuar në minjera, në fabrika, në kooperativa, kanë punuar që këtu ato rrinë për vila e tallen me pensionistat. Jam në Greqi i pensionist, edhe këtu pensionist. Punova në kohën e Enverit në moshën 16 vjeç, e deri në 93-shin më ka dalë 100.000 lekë pensioni. Punova në Greqi 25 vjet, që dola 62 vjeç para kohe, ka dalë 650 euro. Është turp për komin tonë. Si kam qenë 17 vjeç në Firs, aksion të ndërtu hidrocentralin. As shtëpi, as pron, as i gjë. Kryeministri me këtë vendim i ktheu njerëzit kundër tij, u shpreh zëmëruar një tjetër pensionist. Ai Edi Rama këtë gjystoi 2.5, ai ka humbur veten, se më mirë mos kishte dhënë fare dhe ishte më i lumtur Edi Rama. Megjithë ka 2.5, ka humbur veten. Nuk ka njësë mi vetën më, po e ka kundra. Sipas vendimit të botuar këtë të hënë në fletoren zyrtare, pensionet urbane do të jenë 490 lek në muaj më të larta, ndërsa ato rurale me 296 lek, duke bërë moshën e tretë të ndjehet e pavlerësuar përsëri. Situatë kaotike nga mungesa e vendparkimeve në Lushnjë. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, u kërkua nga këshilltarët e opozitës ndërtimi një parkimi nëntoksor në qendër, por kryetaria e bashkisë tha se nuk ka tokë shtetërore për parkim. Vendparkimet në Lushnjë janë kthyer në një çështje problematike që ka shumë nevojë për ndërhyrje. Fluksi i lartë i mjeteve gjatë stinëve të verës, por jo vetëm, sjell probleme në qarkullim për shkak të mungesës së tyre. Ky problem shkaktoi debate në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku ishte pikë e rendit të ditës për të diskutuar miratimi vendqendrimeve të reja për taksit 4+1, 8+1 dhe autobusëve. Nga kryetari i grupit të opozitës Klement Çela dhe këshilltarët e pozitës dhe opozitës u kërkua rregullimi i kësaj situate kaotike, që bëhet më problematike edhe nga zënia hapësirave nga makinat që jepen me qera, makinat në shitje, por dhe atyre makinave që janë jashtë funksionit edhe prej vitesh zen vendet. E kemi ngrit disa herë të punën e parkimit. Tani duhet marrë një masë konkrete. Ne ngrem dhe s'bëhet asgjë, duhet gjetur një masë konkrete për makinat me qera, për vend parkimet e rezervuara sipas qevit, shkoni dhe i vini tabelën e bashkisë atje me orarin e përcaktuar sipas ligjit, se ka plot që e vizojnë, jo më larg se mbledhja e kaluar e ngriti kozeta. Por ama realisht e ka thënë dhe Pirro një herë tjetër, realisht po ka konflikte për parkimet. Për shembull përballë hipermarketit atje, kjo është një administratës tuaja, nuk e di kë ka njësi në rajon, ka 10 makina përballë hipermarketit. Nga krau tjetër 10 vende hipermarketi, se ku do rrinë ata banorët, ata qytetarë aty njësot e di. Merrni masa dhe gjeni zgjidhje për këto makina me qera. Unë sugjerimin e kam dhënë që kur e kam ngrit herën e parë, i gjeni një vend dhe i thoni ky është vendi për ju. Le të kenë zyra në qytet. Duhet gjetur një zgjidhje, kjo punë nuk duhet kaloj më, ne ngrem si shqetësimi, ju bëni sikur e shkoni dhe kalon prapë ata vazhdojnë. Duhet gjetur zgjidhje. Kërkesës së përsëritur nga opozita për një parkim nëntoksor në sheshin qendror, si e vetmja zgjidhje për qendrën e qytetit, kryetaria Eriselda Sefa ju përgjigj se për momentin nuk ka një sipërfaqe toke shtetërore që ta kthejë në parkim. Ajo përmendi edhe punën e vakët të policisë bashkiake për abuzimet, duke thënë se në datën 1 tetor emërohet drejtori i ri i policisë bashkiake. Sugjerime e para
para është parkim për ta bërë me karte kënë gjitur në kinoteatrin, por ndërkohë që të spostohet dhe të pjesë e rreth rrotullimit që është tek pjesat aty te kisha. Dhe një propozim tjetër ka qenë, por që i bie që ne duhet prishim edhe një herë terrenet sportive, sepse ajo ka një sipërfaqe shumë të madhe, dhe të rindërtojmë sipër përsëri terrenet sportive dhe bie me një kosto më të lirë se sa të bësh tek pjesa e kinoteatrit. Prej një muaji e gjysmë kemi pas problemin për drejtorin dhe inspektorin e policisë bashkiake, të cilat kanë qenë në vakante, pasi njëri u largua në Itali dhe njëri u largua nga Venezuela. Në datën 1 tetor vjen në detyrë drejtori i ri i policisë bashkiake dhe do të vazhdojë përsëri të gjitha aksionet e lirimit të hapësirave publike që deri tani janë prezulluar, duke qenë se është proces publik që duhet ta bëjë policia. Tetori është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale u bëri thirrje vajzave dhe grave të kujdesen për veten duke bërë mamografi falas në poliklinikat dhe spitalet rajonale të vendit. Tetori është caktuar si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në të gjithë botën. Çdo vit kjo fushat që fillon më 1 tetor dhe përfundon më 31 tetor, shërben për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ të kësaj sëmundjeje. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka bërë thirrje vajzave dhe grave që të kujdesen për veten e tyre, duke bërë mamografin falas në poliklinikat dhe spitalet rajonale të vendit. Mirëmëngjes dhe më thirrjen e përvitshme në çdo tetor roz për të gjitha gratë dhe vajzat që të marrin fare pak kohë për të kujdesur për veten, duke bërë mamografin falas në rrjetin e poliklinikave dhe spitaleve rajonale në vend, ju uroj një muaj të mbar, shkruan Rama. Arsyet pse shfaqet kanceri i gjirit nuk dihet, prandaj çdo grua është e rrezikuar, por nëse zbulohet herët, ekzistojnë mundësitë që kanceri i gjirit të shërohet. Fjongoja roz, simboli kancerit të gjirit, u përdor për herë të parë nga Fondacioni Susan G. Komen, që shpërndau fjongo për të mbijetuarat e kancerit të gjirit pjesëmarrëse në një garë në New York. Rreth 800.000 shqiptar vuajnë nga hipertensioni. Konsumi i lartë i kripës, duhan pirja e alkooli dhe inaktiviteti fizik ndikojnë në tensionin e lartë të gjakut. Organizata Botërore e Shëndetësisë në raportin e saj ka deklaruar se sëmundjet e qarkullimit të gjakut dhe sidomos hipertensioni e kanë prekur popullatën shqiptare në mënyrë shqetësuese. Të dhënat tregojnë se rreth 47% e shqiptarëve të moshës 30-79 vjeç vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, një shifër shumë më e lartë se mesatarja botërore prej 34%. Nga mbi 797.000 persona të prekur, vetëm 49% janë të diagnostikuar, 38% marrin trajtim dhe vetëm 11% e mbajnë në kontroll gjendjen. Kjo e rëndit Shqipërinë ndër vendet me përqindjen më të ulët të kontrollit në rajon, shumë larg objektivit global prej 50%. Në vitin 2022, sëmundjet kardiovaskulare përbënin gati gjysmën e të gjitha vdekjeve në vend, ndërsa 59 raste për 100.000 banor lidhen drejt për drejt me presionin e lartë të gjakut. Sipas OBSH-s, faktori kryesor i rrezikut për hipertensionin është konsumi i lartë i kripës. Shqiptarët konsumojnë mesatarisht 13 gram në ditë, sipas të dhënave për të rriturit mbi 25 vjeç. Ky nivel është më shumë se 2 fishi rekomandimit të OBSH-s, 5 gram në ditë. Teprica lidhet drejt për drejt me rritjen e presionit të gjakut dhe është një nga arsyet kryesore pse kjo sëmundje është kaq e përhapur në vend. Shqipëria ka bërë studime kombëtare për përdorimin e kripës, por mungon ende një sistem i plot të dhënash klinike që ndihmon në ndjekjen e pacientëve dhe në matjen e rezultateve për ata që e ulin. OBSH vë në dukje se për të ulur barrën e hipertensionit, vendi duhet të forcojë kujdesin parësor, të zgjerojë fushatat e ndërgjegjësimit dhe të përmirësojë aksesin në trajtimin efektiv. Shqipëria është para një alarmi shëndetësor me 47% të popullsisë së rritur që vuajnë nga hipertensioni, kur dihet se është një nga faktorët kryesor të rrezikut për sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru, të cilat përbëjnë shkakun kryesor të vdekshmërisë në vend. Përveç konsumit të kripës, rreth 26% e të rriturve mbi 15 vjeç në Shqipëri janë duhanpirës aktiv. Gjithashtu edhe konsumi i alkoolit dhe inaktiviteti fizik janë faktor rreziku. Rreth 24% e të rriturve mbi 18 vjeç raportojnë si fizikisht jo aktiv. Mungesa e lëvizjes lidhet me shtim peshe, obezitet dhe metabolizëm të dobët, faktor që çojnë në rritjen e presionit të gjakut. Presidenti Amerikan Donald Trump mblodhi gjeneralët në Virginia ku deklaroi se qytetet amerikane do të kthehen në kampe stërvitjeje.
Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi para udhëheqësve ushtarak nga bazat ushtarake amerikane nga gjithë bota në Virginia se do të përdorë qytetet amerikane si vend trajnimi për forcat e armatosura, pasi trazirat civile në vend i quajti armik të brendshëm. Trupa e gardës kombëtare me urdhër të presidentit të Amerikës është vendosur tashmë në Washington DC, Los Angeles dhe Portland të Oregonit, me argumentin e goditjes së krimit dhe mbështetjes së zbatimit të ligjit për emigracionin. Presidenti përsëriti kritikat e tij ndaj qyteteve të udhëhequra nga demokratët, duke përfshirë San Franciscon, Chicagon, New York dhe Los Angelesin, dhe tha se do të vazhdoj politikën e tij të përdorimit të ushtrisë për të zbatuar ligjin. Së bashku me Trump në këtë event ishte edhe shefi Pentagonit, Hegseth, i cili insistoi se ushtria amerikane duhet t'ju jap fund dekadave të kalbjes. Ai shpalli luftë atyre që i quajti ushtar dhe general të dhjamosur, teksa e pranoi se ky veprim mund të përjashtojë disa gra nga shërbimi. Ushtria amerikane do të kërkojë që trupat e saj të kenë standardet më të larta mashkullore në testet fizike. Standardet duhet të jenë uniforme neutrale sa i përket gjinisë dhe të larta. Në fillim të shtatorit, Trump firmosi një urdhër ekzekutiv me të cilin Ministria e Mbrojtjes do të quhet tashmë Ministri e Luftës, hap ky të cilin e kishte paralajmëruar prej një kohe të gjatë. Shefi Shtëpisë së Bardhë e përshkroi asakoj këtë ndryshim si të nevojshëm, pasi emri i ri sipas tij është më i përshtatshëm dhe më i sinqert, duke marrë parasysh rolin që ushtria amerikane ka luajtur dhe po luan ende në skenën ndërkombëtare. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.